institucionet nga zoti Kurti ose nga ata kur t'ju vjen rradha. Pra ky shtet do të ketë edhe qeveri, do të ketë edhe opozit. Në këtë rast, në detyrën ne kemi një qeveri, po s'kemi opozit. Ne s'po dim, opozitarizmi vetëm është shndru kjo blokada e mos themelimit institucioneve. Kjo shoqëri është e shëndetshme kur ka opozit. Cilat do të qoftë ajo? Unë jam i interesuar që të filloj të rrjedh afati. Dhe LDK-ja ka thonë publikisht, ne nuk e votojmë asnjë emër që vjen prej vetvendosjes. Ama se ka thonë... Me 8 mars ka thonë që i përkrahi... Po, nuk e blokojmë, por ama tash po thotë se votojmë asnjë. Ama s'po thotë asnjë, nuk e votojmë asnjë emër nga lista serbe për shembull për në kryetar të kuvendit. Këtë krahasim po e bëjmë për LDK-n. Neve po na thotë se votojmë asnjë. Po se sulmoni shumë LDK-n se po i kërkoni koalicion. Po i kërkoni vazhdimisht koalicion. Apo e thonë publikisht nuk e votojmë asnjë emër nga lista. Kjo është jashtëzakonisht. Unë nuk i kam dëgjuar, nëse e kanë thonë ndonjëherë, na kemi një qendrim në raport me listën serbe. Na mendojmë që ata s'është dashur u certifiku. Edhe këtu kanë pengu partitë. Ministria e Punëve të Brendshme dha certifikatën për të kaluar faza të tjera. Ka qenë ministri juaj që ka kalu faza drejtardhja KQZ-s. Jo, mos e ndryshoni këtë. Ju e dini, një subjekt politik fazat për të ardhur te momenti i procesit. Një sikur në kuvend. Ka qenë mundësia që të kalojnë për faza ndryshme. E ka kalu fazën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nuk ka pas kuron certifiku lista serbe. Jo, mos e thoni këtë situatë jemi edhe tash. Jo, mos e thoni këtë. Jo, po e them sepse është proces që në situata në KQZ, nëse veç e përmendet, ajo fazë ka kaluar edhe përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme. Dhe ka marrë Aminin ka kaluar te KQZ-ja. Për rrjedhoj është certifiku. Këte? Ne e kemi inicuar këtë proces në KQZ. E kemi inicuar. Edhe ata nuk kanë marrë pjesë, nuk ka pas kurum, e njëjta çush është ndodhur dhe jo vetëm që e kemi inicuar, po për më tepër jo kemi vendosur një standard që edhe të tjerë po të duan të shkojnë me listën serbe, me zguxojnë sepse do të ndëshkojnë në elektorat. Do thotë e keni krijuar një narracion që e keni imponuar sidomos pas sulmit terrorist në Banjsk ku ishte i përfshirë edhe eksponenti i lartë i listës srpske Radojičić, vetvendosja ka etablu një mendësi që të tjerët edhe po duan me listën srpska, duhet mendohen shumë gjatë, nga që edhe nëse me letra ajo mund të jetë pjesë e parlamentit, në fakt në opinion dihet se çka përfaqëson. S'ka pas situata tangence, votimi dhe bashkëpunimi i televizijës vendosje dhe me listën serbe në mandatin 4 vjeçar. Vetëm nuk është e vërtetë që nuk ka pas mbështetje nga lista serbe për lëvizjen e vendosjes. Sot PDK dhe LDK ndihen keq vetëm për një gjë, kur e shohin që votat e tyre për bllokim të kuvendit janë të njëjta me të listës srpska. Aktualisht, nëse po mund ta shihni procedurën, nuk propozojnë antar në komision, PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista serbe. Zonja Feza, mundem një pyetje të lutem. Polërisht, patjetër. Deri kur kështu? Sa gjatë mund shkoj kështu? Unë besoj, ne sigurisht jemi tu e prit tash. Është ta me vite mund. Jo, jemi tu e prit tash edhe një vlerësim të gjykatës kushtetuese, është një palë e cila ju ka drejtuar. Po zëm gjykata kushtetuese thotë mund votohet me votat fsheta. Ne kemi mund votohet, bëhet votimi me votat fsheta. Nuk i merr zonja Axhiu votat e mjaftueshme. Çka do të bëhet pastaj? Aty kalojmë një fazë tjetër, për ne jemi të bindur që me votimin e fshet zgjidhet. Pse jeni të bindur? Sepse e thash edhe më herët, vetë deputetët e kanë thënë një gjë të tillë. Nga cilat parti këto po e thonë? Tash unë nuk du ti vendos para situatave të vështira, kushdo që ndihet mund të fjalë publikisht. Dhe një vendosja nuk është që e ka bash. Nuk është që e ka bashëran me çit situata të vështira njerëzit, kështu që thuaj është lirë, ndjeu rahat është ndryme në filozofinë, është rahat. Është hera e disot që po përgjithsoni kur po komunikoni diçka në raport me vetvendosjen. Si po mendoni na se kemi vështirë me çit njerëz situata të vështira? Ta kështu edhe pa ja verdiktin, gjykimin komplet i kryen pa i kryer gjitha asnjë fazë qoftë edhe gjyqësore në seancë fundit. Kjo është në natyrshmërinë e veprimit politik. Këtë e dim edhe ju dhe unë. Me na qit në situata të vështira, unë po tregoj që në kuvendin e Kosovës na jemi shoh me non. Për te kësaj kemi për çdo ditë. Ka pas kandidatja jon për kryetare të kuvendit. Ka pas ofendime, shamje, absolutisht asnjë kritikë.